30 vjeç, kam shku me jetu me gjyshen teme. Edhe aja fat ka që i malë, sa shumë pak persona. Sa e ke lumturu atë? Atë e kam lumturu, po edhe Po, unë të shmbush dhe të lumturu. shpirti. ke Në zemrën parasysh? ime ti. Pa e kam dorë shumë fort, sa aja ka pas dhe boles për mu. Edhe unë për te. E më kujtove gjyshen time tani. Pra, po edhe gjyshat janë Shumë të rëndësishme. tepër të rëndësishme. Edhe ka kanë shumë bukur, shkurt ma beti. Ajo pjesë. Kurse shfaqja, doli bukur. Doli shumë bukur, shumë bukur. Teatri. Edhe gjysha ku ullë, e se ta mylli, edhe të premiera, gjysha ullë të vend në i saj. Edhe kishte vite pa shku në teatr. Ardi me më E kuftoni vetë pastaj. Baba Bep. E kështu. Janë eksperiencat nove. Kam thënë gjithmonë kam pas anër me lujt teatri Miqeni e realizova. Anër me hyp në skenën e teatrit Opër se realizova të shnanor. Po, që më të ke patur një event. Event. Anër me punu, edhe këtë kam pas, me kolegë që kanë punu me gjyshin. Edhe unë e realizova edhe në teatr edhe në film, se në teatr kam punu me Zylin. Me Zylja Miloti. Po. Jam, o zot, imagjina edhe emocioni i tyne, se emocioni jem, për emocioni i tyne të punu me nipin e kolegot tyne. Më falë. Ja, më falë ti, po nërojnë tim që së... Jo, mua më pëlqen. Ore, është normale të qash. Jo, për mu po. Unë jam qaramani e grupit. Adhe unë. Lene që, alas keni pa gjo.